Çamaroku gjesti vijon të jetë me plot puls edhe me plot adrenalin, si që ishte video e fundit, që ndau me të gjithë ndjekësit e tij në Instagram, ku shfaq në vitëlindjen e tij në Pavlan, aty ku deri diku bëri humor, ngacmoi, provokoi, thumboi, por ndoshta dha edhe një mesazh për atë, për të vetmen që diskutohet gjesti për Eglin. Në videon që gjesti hodhi në Instagram, ku shihet në oborrin e banesës së tij në Pavlan të Pejës me qenin e tij, ku e ka përdorur këtë të voglin për të hedhur thumba apo edhe për të ironizuar, por mund ta shikojmë edhe si një video fani. Ai e pyet se kush e ka hitin e verës, e gjesti përgjigjet po vet që unë e kam. Padyshim që Veshun Drequ është një nga këngët më virale, me shikueshmëri të lartë, ku gati për një muaj ka arritur 8 milion duke bërë një këngë e cila është përqafuar dhe e dëgjojmë kudo. Por nga ana tjetër, në bisedat që gjesti ka pasur me fansat e tij, ajo që unë e kam thënë, po vjen, kënga e re po vjen. Edhe pse ai nuk e ka treguar apo ka ndarë pjesë të këngës, por duke me humorin e tij, duke e përdorur një lloj kinesçe, ai ka treguar dhe ka ndarë me fansat një pjesë të këngës që me aq sa unë kuptova me kinesçen e gjestit, është një këngë verore ku flitet ndoshta për një ndarje, për një largim, por 99% e tekstëve tona këtë dukuri kanë, ndarjen, pse më le të lash tradhti, Lamborghini, lek, para, të tilla këto, por do të shikojmë se çfarë ka rezervuar këtë herë gjesti. Nga ana tjetër, ai ka thënë që do t'ja dridhi sistemin të gjithëve, por përveç atyre që i ka për qefi. E për qefi, ai ka Eglin, siç është një video që fansat e tij e kanë bashkuar në kohën kur të dy kanë qenë në Big Brother, ku gjesti ka thënë Egli se ty të kanë për qefi. E këtë për qefi, fansat e kanë bërë bashkë me videon e fundit që gjesti ka postuar në Instagram, duke dashur një herë mirë të shikojnë bashkë të dy, pasi nuk ka një foto, nuk ka një material, nuk ka një deklarat, apo nuk ka diçka që të tregoj për këta të dy, duke qenë edhe çifti më i dashuruar dhe më i pëlqyer nga publiku, siç e tregova dhe dje në sondazhin që unë hapa, mbi 1000 vota ishin për këta të dy, që i duan të shikojnë dhe i besojnë që janë bashkë. Kështu dhe gjesti me provokime dhe me ngucje, me sa duket ka dëshiron, apo ka një synim që të jetë ai kingu i këtij sezoni veror, e padyshim me të gjithë mbështetjen që ne kemi parë në koncerte, është dhe do të jetë artisti, mos të them i parë dhe i padiskutueshëm, që do të jetë kryefjali i këtij sezoni, i cili ka nisur tashmë me shumë këngë që publikojnë artistët me bashkëpunime, e ndërkohë gjesti është i vetëm dhe nuk ka bërë një bashkëpunim, apo të kërkojë të ketë një bashkëpunim që me sa duket këto vinë në një moment ku edhe audienca edhe fama bie, siç po ndodh me kolegët e tij. Tani do të kaloj te gocat e mia, pasi pa thonë nuk bëj. Gocat e Supernovës, sigurisht që çdo ditë më shumë prodhojnë situata dhe drama, dhe më e fundit që dua të komentoj është photoshooting që ato kanë bërë në dush me Meritonin. Disa vajza më pëlqyen dhe disa jo. Ajo që më pëlqeu së tepërmi është Ilire, edhe pse një vajzë e re, një fytyrë të veçantë me një karakter unik, të thellë, me një shikim depërtues, ndoshta intrigues. Për disa mund të jetë dhe provokues, por unë nuk i shikoj as pak të tillë, e shikoj një fytyrë e cila të çon ty në një fantazi dhe pikërisht këtë synim ka një produkt që ti e reklamon në rastin konkret vajzat që duhet ta shesin atë. Më ka pëlqyer edhe Lorena që po flas për herë të parë me të, një shikim të fortë, të egër, me një qëndresë dhe një figurë të bukur. Të gjitha fotot që unë po komentoj me fjalë, mund të shikoni në Instagramin e Supernovës, pasi aty do të shikoni atë që unë po komentoj. Më ka pëlqyer shumë dhe nga ana tjetër Ainura, por kjo vajzë e cila vjen nga Kazakistani ka një përvojë dhe ka një rrugtim që e ka treguar me foton dhe është padyshim më e lirshme dhe nuk ka komplekse siç kishin vajzat në këtë fotoshooting me Meritonin, i cili u diskutua shumë, por nga ana tjetër nuk më pëlqejnë këto kritikat, pasi i vën vajzat edhe në një trysni dhe i mbyllin ato në këtë rrugtim të bukur që ato kanë nisur, që bëhet për herë të parë në Kosovë dhe është një emision që i jep atyre mundësinë për të reklamuar, por edhe për të mësuar, apo edhe për të qenë pjesë e ekranit. E sot të gjithë e dim që ekrani është i shenjtë, edhe pse ka shumë figura që hyjnë e dalin, jo të gjithë mbesin aty.